Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Drejtorinë Vendore të Policisë së Vlorës arrestuan në flagrancë një 22 vjeçar banues në Sarandë, i cili në rrugën Mithat Hoxha është konstatuar duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Po këta specialistë referuan materialet në prokurori pasi një ditë më parë në lagjen u ftohtë një automjet Golf ka aksidentuar një të mitur. I mituri ndodhet i shtruar në spital jashtë rrezikut për jetën. Drejtuesi i automjetit është larguar nga vendi i ngjarjes, po punohet për identifikimin dhe kapjen e tij. Specialistët për hetimin e krimeve komisariatit e policisë Sarandë referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për një 73 vjeçar banues në lagjen nr. 4 Sarandë, i cili u konstatua duke kryer punime pa leje nga organet kompetente. Gjatë saj të hënën rreth orës 50 minuta në lagjen ku ushtrimi një 62 vjeçare u gjet pa shenja jete në rrugë nga shërbimet e urgjencës mjekësore. Paraprakisht dyshohet se ajo është vetëhedhur nga kati i tretë i banesës së saj. Gjithashtu, po sot rreth orës 80 minuta në zonën Transballkanikës, në vendin e quajtur Kulla Fegaj, një 78 vjeçar dyshohet se ka rënë nga balkoni i katit të dytë të banesës së saj. Ajo u transportuar në spitalin rajonal Vlorë ku edhe ndaroi jetë. Dyshohet se të dyja shtetaset vuanin nga problemet të shëndetit mendor. Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.